Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program I përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Shpëtimi ynë është I mrekullueshëm sepse të tre personat e Trinitetit, Perëndia, Bir dhe Frymë e Shenjtë, përfshihen në të. Të dashur dëgjues, përshëndetje. Takohemi sot sërish në emisionin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. E mbani mend kur ishit fëmijë dhe mezi prisnit ju afrohej ditëlindja? Teksa numëroni ditët dhe prisnit me padurim, ëndërronit për dhuratat dhe pastaj më në fund mbrinte dita e shumëpritur. Edhe një kremtim tjetër I ditëlindjes. Por kjo nuk zgjaste shumë. Dhe ngjarja që dikur ishte kaq e rëndësishme, shumë shpejt shkrihej në një kujtim të largët. E dini, shpesh herë ne mund të trajtojmë eksperiencën tonë të shpëtimit në të njëjtën mënyrë. Ndërsa koha kalon, rëndësia e kësaj ngjarjeje jetë ndryshuese zbehet. Qëndro me ne tani për të dëgjuar thirrjen e Dr. Stanleyt që ne nuk duhet të lejojmë kurrë që shpëtimi ynë I mrekullueshëm të zbehet. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë. Që në çastin kur ke besuar në Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd personal, e gjithë përjetësia jote ndryshoi në një moment. Kjo ishte ngjarja më e rëndësishme në jetën tuaj. Për pak momente do të doja të shkonim së bashku në një pasazh të shkrimit që përshkruan me dy fjalë të thjeshta shpëtimin ton dhe na ndihmon të kuptojmë se çfarë është ai në të vërtetë. Kështu pra, mund t'i hapni Biblat tuaja tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli I parë, vargjet 3 deri në 4. Në kapitullin e parë, Pali flet për epërsinë e Jezus Krishtit mbi çdo gjë dhe çdo njeri. Le të shohim se si e përshkruan ai Krishtin. Ai, duke qenë shkëlqimi I lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij, dhe duke I mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e madhërisë në vendet e larta. Edhe u bë aq më I lartë nga angjëjt, sa më të madhërueshëm se ata është emri që ai e trashëgoi. Pasi e lartësoi Jezusin në kapitullin e parë, ai fillon në kapitullin e dytë duke thënë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 2, vargu 1 deri në 4. Prandaj ne duhet I përmbajmë më shumë atyre që dëgjuam, se mos shkasim ndonjëherë nga rruga, sepse nëse fjala që u fol nga angjëjt është e patundur dhe çdo shkelje mosbindjes mori një shpengim të drejtë, si do të shpëtojmë ne nëse e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Ky shpëtim si u shpall në fillim për Perëndisë, u vërtetua ndër ne nga ata që e dëgjuan. Ndërsa Perëndia dëshmonte për të me anë shenjash e mrekullish, me vepra të ndryshme të fuqishme dhe me dhurata të Shpirtit të Shenjtë, sipas vullnetit të tij. Do të doja të vini të re se çfarë dëshiron të thotë Perëndia me fjalët, si do të shpëtojmë ne nëse lëm pas dore një shpëtim kaq të madh. Ai nuk tha, lëre pas dore shpëtimin. Përkundrazi, tha një shpëtim kaq të madh. Përse? Ai donte të theksonte qëllimin e tij, fuqinë dhe çfarë bën Zoti në jetën e një personi. Kjo shpreh rëndësinë e tij, një shpëtim kaq I madh. Në këtë mesazh dua që të kuptoni qoftë edhe fare pak se sa I madh është shpëtimi ynë. Mos e merrni lehtë shprehjen një shpëtim kaq I madh. Ka shumë arsye për këtë, dhe ti ndoshta dëshiron t'i shkruash ato dhe të ndjekësh shkrimet. Arsyeja e parë, shpëtimi është e vetmja përgjigje për njeriu mëkatar dhe të pafuqishëm në një situatë të pashpresë. Çfarë bën shpëtimin kaq të madh? Për këtë ka një përgjigje hyjnore. Të gjitha filozofitë, besimet, fetë, të gjitha konceptet e jetës nuk mund t'i përgjigjen dot. Ka një zgjidhje dhe vetëm një për një njeri në një situatë të pashpresë. Mëkati e ndau njeriu nga Perëndia dhe e dënoi përpara Perëndisë. Dhe vetmja përgjigje është shpëtimi I cili vjen vetëm prej Jezus Krishtit. Kjo është arsyeja pse e quhen një shpëtim kaq të madh. Një arsye tjetër është se ai e ka zanafillën në zemrën e një Perëndie të shenjtë. Ajo që e bën shpëtimin ton kaq të madh
është fakti se është projektuar nga Perëndia atë. Ky ishte plani i tij për shpëtimin e njerëzimit. Ai e përuli veten, erdhi në trajt njeriu dhe jetoi në mes tyre. Këtë gjë ne e quajmë mishërim. Perëndia bir erdhi në mish dhe eci midis njerëzve mëkatar. Duke vepruar kështu bëri të mundur që njeriu mëkatar të ketë një marrëdhënie me Perëndinë e shenjtë. Nëpërmjet birit të tij, Jezus Krishtit, Perëndia bëri të mundur jo vetëm që njerëzit të kenë një marrëdhënie personale me Perëndinë, por edhe i pranoi si fëmijë të tij. Ja si çfarë thot ai tek letra drejtore Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i 5, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezus Krishtit sipas pëlqimit të vullnetit të vet. Perëndia na paracaktoi mua dhe ty që të jemi të ngjashëm me birin e tij. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 29, sepse ata që ai ka njohur që më parë edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij. Ai na ka pranuar në mbretërinë e tij. Ai na ka pranuar në familjen e tij. Ai është një Perëndi i shenjtë. I gjithë plani i tij i shpëtimit është i tillë që ai na zgjodhi që përpara se të themelojë bota. Kështu që askush prej nesh nuk mund të marrë ndonjë merit. Ai thot, ai na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota. Tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu 4, sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Ai na zgjodhi. Ai thot tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu 5, sipas pëlqimit të vullnetit të vet, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezus Krishtit sipas pëlqimit të vullnetit të vet. E gjitha kjo është nisma e tij. Ai është një Perëndi i shenjtë, i drejtë, pa mëkat, i përkryer, i cili e përuli veten dhe jetoi mes njerëzve mëkatar. Na pastroi nga mëkatet, na veshi me drejtsinë e tij për të banuar më pas tek ne përmes frymës së shenjtë dhe na paracaktoi që të bëhemi të ngjashëm me shëmbëltyrën e tij, pra të ngjashëm me birin e tij, Jezus Krisht. Ai thotë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 2, vargu 3. Si do të shpëtojmë ne, në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh, ndërkohë që i takon njeriu të përgjigjet për gjendjen e tij mëkatare. Një shpëtim kaq i madh, saqë Perëndia i shenjtë e uli veten duke jetuar mes njerëzve plot mëkate dhe duke punuar në jetën e tyre për t'i bërë të ngjashëm me veten. Nuk ka asgjë të krahasohet me këtë. Si do të shpëtojmë ne në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Ne nuk mund ta bëjmë këtë. Përse është shpëtimi kaq i madh? Sepse është i frymëzuar vetëm nga një gjë, jo nga dashuria jon për Perëndin, por nga dashuria e tij për ne. Ai na deshi i pari. Askush nuk e do Perëndin para se ai të transformojë zemrën e tyre. Është një shpëtim i motivuar nga dashuria. Asnjë besim në botë nuk ka një shpëtim të motivuar nga dashuria. Nuk ka. E dini pse? Sepse koncepti, ideja e Perëndis për planin e shpengimit është absolutisht e jashtëzakonshme. Mbi dhe përtej çdo gjë që njeriu mëkatar mund të mendojë. Kjo e bën atë kaq të madh. Dhe kjo është arsyeja pse unë dhe ti nuk mund ta marrim kaq lehtë. Është koha më e rëndësishme, ngjarja më e rëndësishme në jetën tënde. Nuk ka për të pasur ndonjëherë ndonjë gjë që mund të krahasohet me të. Ti mund të kesh shumë eksperjenca të mrekullueshme në jetën tënde, por asgjë jetë ndryshuese dhe asgjë kaq përcaktuese sa çasti kur përjetësia jote ndryshoi nga hiri i Perëndisë së plotfuqishëm. Është një shpëtim jashtëzakonisht mbreslënës. Si do të shpëtojmë ne në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Nuk ka shpëtim. Dhe tani vjen arsyeja e tretë. Një nga arsyet pse shpëtimi është kaq i madh është sepse ai është gjithëpërfshirës. Për shembull, kur mendoj se sa mbreslënës është ai, mendja më shkon tek dashuria e mrekullueshme e Perëndisë. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, vargu 16, lexojmë: sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, jo sepse deshi këtë apo atë grup kulturor. Ai nuk do njerëz të ndryshëm nga mënyra të ndryshme. Pra, ajo është një dashuri gjithëpërfshirëse. E dini, nuk mendoj se Perëndia mund të shpëtojë për shkak të kulturës tënde. Jo, harroje, është për shkak se ti ke mëkatuar kaq shumë. Më lejoni t'ju them diçka. Dashuria e Perëndisë është kaq e madhe sa që ti, pasi ke mëkatuar keqas në bindjen e frymës së shenjtë,
shkon tek ai për t'i kërkuar falje për mëkatet e tua dhe ai të thotë: "Më vjen keq, nuk kam ç'të bëj. Ti ke mëkatuar jashtëzakonisht shumë saqë nuk ka shpëtim për ty." Jezusi i tha tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, vargu 35: "Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurrë uri, dhe kush beson në mua, nuk do të ketë kurrë më etje." Çfarë tha Pali tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 10, vargu 13? Kushdo që do të thras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Çfarë tha Pali tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli i parë, vargu 16? Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cili do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Përse? Ai nuk ishte turp për ungjillin për shumë arsye. Po ja se ç'thot ai këtu. Unë personalisht e di nga përvoja që ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e judeut dhe grekut. Pra, shpëtimi i është ofruar të gjithë njerëzve. Çdo personi mbi faqen e dheut, qoftë jude ose jo. Çfarë e bën shpëtimin kaq të madh është që ai mund të të arrijë ty, kushdo qofsh. Ai mund të transformojë jetën tënde pavarësisht se çfarë ke bërë. Ai mund të të marrë ty nga aty ku je dhe të bëjë një fëmijë të Perëndisë së gjallë, të transformojë në përshtatje me karakterin e Krishtit. Nuk ka asnjë mendim, koncept apo filozofi, nuk ka asgjë askund në botë që mund të krahasohet me planin e mrekullueshëm të Perëndisë për shpëtimin. Përse pra Pali thot tek letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 17: "Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja që të gjitha gjërat u bën të reja." Dhe pastaj tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 2, vargu 3, shtron këtë pyetje: "Si do të shpëtojmë ne në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh?" Ky është një shpëtim që transformon plotësisht në mënyrë radikale jetën e një njeriu. Ne harrojmë se mëkati është mëkat dhe çështja nuk qëndron tek ajo që kemi bërë, por tek ajo se kush jemi. Dhe kjo kur Perëndia na arrin dhe ndryshon natyrën tonë, sepse natyra njerëzore është e korruptuar dhe e ndyrë. Ju nuk arrini ta shihni korrupsionin dhe poshtërsinë tek një fëmijë i vogël. Por ato janë aty dhe do të marrin gjithë jetën e atij fëmije veç në u shpëtoft herët në jetë. Kjo është arsyeja pse shohim kaq shumë krime dhe mëkate që zhvillohen tek të rinj. Përse? Sepse dikush nuk u ka shpjeguar kur kanë qenë të vegjël se jeta e tyre mund të transformohet nëpërmjet hirit, mirësisë dhe dashurisë së Perëndisë. Vetëm dashuria e Perëndisë e bën të mundur këtë. Është fuqia e mrekullueshme e Perëndisë që transformon jetën e njerëzve. Dhe kjo është arsye pse Pali thot tek letra drejtuar Galatasve, kapitulli 2, vargu 20: "Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj me unë, por Krishti rron në mua, dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë që më deshi dhe dha veten për mua." Kjo është një eksperiencë e mrekullueshme. Unë dhe ti mund të provojmë një shpëtim kaq të madh. Jezusi pagoi një çmim. Një vdekje që e bëri të mundur për çdo njeri që të vijë në prezencën e Perëndisë dhe të pranohet prej tij. Ja përse Jezusi vdiq. Tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli 2, vargu 24 thuhet: "Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi, dhe me anë të vurratave të tij ju u shëruat." Perëndia vendosi mbi birin e tij Jezus Krishtin të gjitha mëkatet tona. Ai ishte biri i Perëndisë që erdhi, derdhi gjakun e tij, u rra, u tejshpua, u poshtërua, u hodh poshtë, u persekutua, u akuzua dhe u gjykua gabimisht dhe në fund u gozhdua në kryq. Ai mori mbi vete të gjitha mëkatet dhe të këqijat tona. Perëndia e vështroi dhe pa në të gjitha mëkatet tona dhe derdhi mbi të gjithë zemërimin e tij. Jezus Krishti ishte i vetmi person pa mëkat që Perëndia ka dënuar ndonjëherë. Nuk kishte asnjë mëkat në të. Ai ishte plotësisht i përsosur. Ai nuk kishte kryer ndonjëherë mëkat. Në mënyrë absolute jo. Dhe Perëndia atë derdhi mbi të gjithë zemërimin e tij dhe e bëri të paguaj për faje që nuk i kishte kryer. Jezusi pranoi të paguante. Por Perëndia e derdhi mbi të gjithë zemërimin e tij me qëllim që ai të paguante dënimin për mëkatin tim dhe tëndin. E dini se me çfarë ka të bëjë shpëtimi? Shpëtimi ka të bëjë me vdekjen e Jezus Krishtit në kryq
duke shlyer borxhin ton për mëkatin dhe duke mbartur dënimin e tmerrshëm që ishte ndarje nga Perëndia. Çfarë bën atë kaq të madh? Nuk ka asgjë në botë që krahasohet me të. Asnjë eksperiencë. Ajo që e bën atë kaq të madh është se një njeri mori mëkatin e gjithë njerëzimit dhe bëri të mundur që çdo njeri të shpëtohet. Nuk ka asgjë si ai. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 2, vargu 3 thuhet: si do të shpëtojmë ne në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Nuk ka shpëtim. Dhe njerëzit që e vënë më njan dhe e injorojnë, nuk e marrin parasysh dhe tallen me të krishterët, e thonë: kjo puna e shpëtimit, Bibla, kisha, nuk do të thotë asgjë për mua. Jam këtu për të të thënë, miku im, se kur Perëndia thotë: si do të shpëtojmë në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh, kjo nuk do të thotë asgjë tjetër përveç asaj që dëgjuat. Nëse do të merrni në konsiderat atë që keni dëgjuar apo që jeni duke dëgjuar, dhe nëse do të kuptoni se me çfarë ka të bëjë shpëtimi, mendoni se do të mund të qëndroni përpara Perëndisë dhe ai t'ju thotë: eja birim, ti e sjell shumë mirë? Ai dërgoi birin e tij të vetëm lindur që ti të shpëtohesh. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër shpëtimi. Përndryshe Jezus Krishti nuk do të kishte vdekur. Nëse do të kishte ndonjë mënyrë tjetër shpëtimi, Perëndia do të kishte bërë gabimin më të madh të mundshëm në të gjithë historinë njerëzore duke vrarë birin e tij të pafajshëm, nëse kjo nuk do të ishte e nevojshme. Shpëtimi është kaq i madh, sepse një Perëndi i mrekullueshëm, i dashur dhe i shenjtë zbret poshtë nga dashuria që ka për ty, dhe për të shprehur dashurinë e tij në një mënyrë të tillë që ai do të bënte gjithçka për të shpëtuar. Ai ishte i gatshëm të paguante çmimin. Dhe kjo është eksaktësisht ajo që bëri. Kjo e bën atë kaq të madh. Një arsye tjetër pse është kaq i madh është se kjo është e vetmja rrugë për në qiell. Nuk ka asnjë rrugë tjetër. Dhe tragjedia, mik i dashur, është se nëse beson se po të mos vrasësh njeri, po të mos vjedhësh, po të mos gënjesh, po të mos kryesh tradhti bashkëtorë, pra po të mos bësh asnjë nga këto gjëra, do të shkosh në qiell. Më vjen keq, por asnjë nga këto nuk do të të çojë në qiell. Ka vetëm një rrugë. Jezus i tha tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, vargu 6: unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Dikush mund të thotë: besoj se ka më shumë se një rrugë për në qiell. Më lejo të pyes: cila është rruga tjetër? Nëse ka më shumë se një rrugë për në qiell, cila është tjetra? Mendo pak për këtë. Nuk ka rëndësi se çfarë thua, nuk ka rëndësi se cila është përgjigjja jote. Ajo duhet të jetë diçka që ti mund të bësh. Kjo përgjigje nuk ka për të funksionuar sepse ti nuk mund të jesh asnjëherë i mirë mjaftueshëm. Mbaj mend, ne nuk po flasim për gjërat që bën, por për natyrën tënde. Dhe ajo është mëkatare dhe kundër Perëndisë. Mendo pak për këtë. Nuk ka rëndësi se ku jeton, në Azi, Amerikën e Jugut, Amerikën e Veriut, Evropë, ose në çfarë do vendi tjetër të botës. Nuk ka asnjë rëndësi se çfarë ngjyre ke, çfarë gjuhë flet, cilit fis apo vendi i përket. Asnjë nga këto nuk përbën ndonjë ndryshim. Perëndia në urtësinë e tij të pamas bëri gjën më të rëndësishme në jetën tënde. Të vetmen gjë që do të ndryshojë përjetësinë tënde, të vetmen gjë që do të të çojë në qiell. E bëri kaq të thjeshtë sa asnjë plan tjetër. Ai e përmblodhi planin e tij në jetën e një njeriu të vetëm. Dhe kjo kërkon vetëm një gjë. Nuk ka rëndësi se kush je, nga vjen apo sa mëkatar je. Asnjë nga këto nuk ka rëndësi. Perëndia e përmblodhi planin e tij në një njeri të vetëm, Jezus Krishtin. Një plan të thjeshtë. Shpëtimi nëpërmjet gjakut të birit të tij, Jezus. Kjo kërkon vetëm një gjë: besim. Dhe ky besim përfshin pendimin për mëkatet. Por çfarë ndodh kur unë e ti vendosim besimin tek ai? Unë ndryshoj drejtimin. Kur e vendos besimin tim në Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tim personal, diçka ndodh në jetën time. Unë transformohem. Mendo pak për këtë. Perëndia e bëri të mundur shpëtimin nëpërmjet një njeriu të vetëm, Jezus Krishtit. Një ngjarje të vetme në kryq dhe besimi tek ai si shpëtimtari personal përmes gjakut të tij. Ai është një Perëndi i mrekullueshëm. Si do të shpëtojmë ne në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Miku im, nuk ka shpëtim. Ti ndoshta pyet, si do të shpëtohem unë? Unë dua të shpëtohem. Më kënaq pa mas që po ma bën këtë pyetje. Dëgjom, ja se çfarë ndodhi.
Ja si çfarë thot Perëndia. Ai thot se ai dërgoi birin e tij të vetëm lindur, Jezusin, në kryq. Ai e dinte që ti ishe duke ardhur. Ai e dinte që ti ishe mëkatar. Ai të kishte në mendjen e tij. Ai e vendosi në birin e tij 2000 vjet më parë borxhin e të gjitha mëkateve të tua. Ai sakrifikoi birin e tij të vetëm lindur për të paguar në vendin tënd. Ai e pagoi atë plotësisht. Nëse i kërkon atij të falë mëkatet, dhe nëse e vendos besimin tënd tek ai si shpëtimtari yt personal, nëse e beson këtë tani, ti mund të shpëtohesh. Kjo do të thotë se ngjarja më e rëndësishme në jetën tënde do të ndodhë në çast brenda disa sekondave, dhe që nga ky moment do të ndryshojë e gjithë përjetësia jote. Miku im, nëse kjo nuk të bën të hidhesh nga gëzimi, atëherë nuk ka asgjë tjetër në botë që ta meritojë një reagim të tillë. Shpëtimi është kaq i madh sa ja vlen të këndosh, ti lutesh Perëndis për të jetosh çdo ditë të jetës dhe ta ndash atë me një botë që është kaq shumë e lënduar, që po kërkon shpresë dhe siguri. Ne kemi mesazhin më të mrekullueshëm në botë dhe duhet ta ndajmë me të gjithë. Le të lutemi së bashku. O Atë, ne të jemi mirënjohës për privilegjin që na ke dhënë duke njohur Krishtin si shpëtimtarin ton. Të falenderoj për këtë shpëtim të mrekullueshëm. Ne të lutemi o Atë që fryma e shenjtë të na përtëri, rigjallëroj dhe të rindez zjarrin në zemrat tona në mënyrë që të mos lëm asnjë ditë të kaloj pa folur për atë që ti ke bërë në jetën tonë dhe atë që do të bësh në të ardhmen. Ne nuk mund të vazhdojmë të mos i vëmë re njerëzit që nuk të njohin ty dhe të shpërfillin faktin që ata janë të humbur. Ne si besimtar duam ta çojmë këtë mesazh në pjesën më të skajshme të tokës. Madje edhe personi më i largët që nuk e ka dëgjuar ndonjëherë këtë mesazh. Ne lutemi në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Në çastin që pranon Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd personal, jeta jote transformohet thellësisht. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley u nxiti që t'i kërkoni Zotit t'ju shpëtoj sot dhe të filloni të shihoni të mirat e shpëtimit. Letra Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 1 dhe 2, përshkruajnë shumë qartë transformimin që ndodh pas shpëtimit. Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe mëkate, në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes. Të gjithë ne kemi jetuar mes tyre dikur, duke kënaqur dëshirat e natyrës tonë mëkatare, për shkak të secilës ishim objekt zemërimi, por me dashurinë e tij të madhe, Perëndia që është plot mëshirë na dha jetë në Krishtin. Efezianët kapitulli 2, vargjet 8 deri në 10 thonë: Ju në fakt jeni shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra që të mos mburet askush. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshi. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.